për këto zhvillime dhe të tjera për garën deri më 7 qershor, flasim drejt për drejt në këtë emision me analistin politik Adrian Zeqiri, që është vetë se drejt për drejt. Unë gjatë jeta, zoti Zeqiri, kënaqësi që flasim bashkë. Përshëndetje edhe juve. Fushata s'ka fillu zyrtarisht, po praktikisht, po përsëris përzdit sa të herë, s'kemi dalë, po m'duket prej fushatës që një vjetë e gjys, por ama shumë. Por çka po sheh përfundimisht kur të filloj zyrtarja, a do ta kthejnë partitë politike për të folë për ide, projekte, apo vazhdojnë kështu sikurse është tash, me frizerka e me fyrje, sikurse po ndodhe, po bëhet nga të gjitha anët, pothuajse. Po, Lorek, këto janë zgjedhjet e 4-ta që po zhvillohen prej janarit shkurtit të vitit kaluar. Kosova nuk ka dalë prej një kampanje zgjedhore që një vjet të gjys. Në zgjedhjet e kaluara, së paku disa prej partive janë mundu me afru program qeverisës, me ide dhe projekte të veçanta. Këto diskutimi për këto programe ka qenë absolutisht minor, sepse interesi më i madh i popullatës, i medjave, po i të gjithëve, ka qenë që do të thotë a kush shka tha, a kaksi fjali që dikush e akuzon dikon ose e fyn, këto kanë qu pesh ma shumë se sa ndonjë program zgjedhor. Edhe këtu nuk i kanë fajet partitë politike, këtu i kanë fajet gjithsesi qytetarët, të cilët si duket ma shumë ju intereson çka kush po thot, kush peshan kanë, se sa ndonjë program i mërfilt politik. Do të thotë, ta zojmë zgjedhjet e kalume, edhe PDK, edhe LDK kanë pas programe jashtëzakonisht mira, ndërsa lëvizjave të vendosjes ka pas program hiç. Do të thotë, as 3 faqe program si ka pas. Edhe në fund, lëvizjave të vendosje dole para. Programet e Lidhjes Demokratike edhe Partisë Demokratike nuk çun pesh. Kështu që tash edhe partitë, unë jam i sigurt që do të afrojnë një program, mi po megjithatë debati nuk do të bëhet për programe, debati do të bëhet për çështje tjera personale, do të thotë këto do të arrokin atë headlines në media, në rrjetet sociale e kështu me radhë. Okej. Sa herë është folë për Glauko Njufcën, janë shqu disa veçori tjera të personalitetit ti, është konsideru nga shumë kush më përbashkuesi në vetëvendosje, edhe kur u përmend si emër për president potencial, por si dul kjo frizerka Glauko Njufcës? A ishte hajgare, sikur se u tha, apo e planifikuar e qëllimshme, që më pas edhe të bëhet një shfaqsim pasi fjalat ta merdhen? Është një fjalë që i thuhet pushteti të korrupton, pushteti maksimal të korrupton maksimalisht. Ne këta jemi të pa do të thotë me sy tash, përderisa zoti Konjufca është njohur si një njeri pak më i matur e më principiell, do të thotë kjo arrogancë, kjo fyrje që u ka bë të gjitha grave, do të thotë është një përmase që mund të vjen prej një rrugaçi kështu të pa edukum. Lema me prit prej një zëvendës kryeministri, kryetarit parlamentit, një njeri i gjaja se të matur e kështu me radhë. Sepse kjo është fyrje. Edhe nëse nuk ju është bë presidentës, ju është bë të gjitha grave që janë në partitë opozitare, që është profesion legjitim, jo vetëm i grave, po edhe i burrave, i krejt njerëzve. Mi fyr në këtë mënyrë është me të vërtetë për të ardhur keq, veç sa tregon që do të thotë njerëzit të cilët kanë qenë në pushtet që një kohë të gjatë dhe ndihen të pa mposhtër, sepse kjo është krejt vjen prej asaj ndjenjes që ne jemi të pamposhtër. Ne fitojmë pa marrë parasysh se qysh. Edhe kur të ndihesh i pamposhtër,
e lejon veten psikologjikisht edhe me në këtë mënyrë, nuk ka do të thotë arsyetim që ai mund që unë lexova që e ka dhënë një ai kum pas jo profesioni i frizerit është i respektuar me kështu me radhë. Ti shkoni respektuar, nuk kishin kesh këtë ata aty që kanë edhe nuk e kishte thonë kë në mënyrën denigruese çuç e tha. Kështu që është me të vërtetë për të ardhur keq. është nxit, është përfshi nga turma, zoti Konjupca, sepse ai është filozof me profesion. E mbaj mend një herë në kuvend, dikush kam harruar se kush, por i pati thënë mos filozofoje, ky u përgjigj mos mu përzi në profesion. Çfarë ishte bërë virale dhe ishte diskutuar shumë në shoqërinë tonë. Bën gabim të tillë dikush me titullin filozof? Po s'ka lidhje me çfarë profesioni kia, përdin do është me pas pak njerëzillak edhe do është me pas pak maturi njerëzore, se profesioni nuk të bën njeri. Do është me pas njerëzillak edhe me pas maturi politike. Kjo s'ka lidhje me filozofi as pak. Ai nëse don më ia shpjegu këta në mënyrë filozofike, ai është duke u marrë me një cinizëm të plot, do të thotë ku e zhvesh moralitetin e konditave shoqërore prej çdo norme të sjelljes publike. Kjo është, do të thotë, nëse don më ia shpjegu atij mënyrë filozofike, është cinik dhe ajo që ka thonë është një cinizëm i plot i sjelljes së tij. Po edhe njëherë filozofia nuk hyn punë këtu, këtu hyn punë aja gjendja eskatike e arrogancës së pamposhtër, që mendon që je i pamposhtër dhe që fiton çysh dush, edhe me program, edhe pa program, edhe kja mandej e bën këtë arrogancë të shpërfaqet në këtë mënyrë. Qartë, po e përmende qeshjen që u bë atje në sallë. Tash të mos merrem me këta politikanët, po me shoqërinë tonë. Apo na dëshmon që të gjithë në fakt po vujmë në një farë forme, ose jemi përfshi në një tjetër formë në këtë fushat të vrasht, me terme, me ofendime, ose me qasje që më pas bësh pishman sepse i the publikisht. A tregon edhe për ne si shoqëri diçka? Po, unë në fillim thash, përderisa në fillim, në shkurt dhe në dhjetor, gjithashtu, po sidomos në shkurt, ka pas programe, ka pas punë të ekspertëve që kanë punu në programe politike, në ide zhvillimore, kështu me radhë, nuk është bërë debati për ato programe, janë shpërfil totalisht prej elektoratit. Lëviza Vetëvendosje ka shku në 2 palë zgjedhje qendrore pa program. S'ka pas program, do të thotë, përveç disa deklaratave kështu, mi po dokument shkruam, sistematik, konciz, logjik, se si dhe çka do të bëhet, nuk ka pas. Kështu që për shka, do të thotë, shoqënia jonë është e lyp qëta, që të farloj maskarade dhe që të farloj kështu lymit, hyrjeve, sharjeve, do të thotë, është ne jemi të lyp qëta. Janë mediat sociale të cilat janë të amplifiku deklaratat tilla, dhe mandej gjithçka bëhet për mediat sociale, gjithçka bëhet për një frazë, për një element 15 sekunda, 30 sekunda shkurt, që mandej shpërndahet në për media sociale, edhe bëhet virale, algoritmi e rrok, edhe mandej, do të thotë është për të ardhur keq, sinqerisht, aja farë deri ku ka ra pazari, kështu kushtimisht, në mes partive politike dhe shoqënisë kosovare. Po mirë, megjithatë, zoti Zeqiri, e kujtoj që e njëjta shoqëri, domethënë, i njëjti popull, e kujtoj atë deklaratën e famshme të Isa Mustafës,
e që shumë thonë se bashkë për shkak të asaj i humbi zgjedhjet, e humbi komunën e Prishtinës. Pa t'i thënë Prishtinën e fitoi me dur në xhepa. E njëjta shoqëri diti për me ndëshku një politikan që përdor një fjalor të tillë. Qysh tash e njëjta shoqëri që dikur diti të ndëshkoj sot e mbështet e promovon. Ndoshta është pyetje për sociolog më tepër, po vlen ta diskutojmë. Po ndëgjo, une t'isha qenë në vendin e Vjosa Osmanit, une sot kisha shku te jo një frizere, po te 100 frizere, edhe kisha fol, edhe kisha bat madhe këtë deklarat të njerit 2 televizësve të vendosje, edhe e kisha shfrytzu këta për qëllime të kampanjës dhe sensibilizimit të opinionit që kjo lloj arrogance, kjo lloj shpërfillje, ky lloj cinicizmi nuk mund të kaloj në shoqërinë kosovare. Mirë po, dëgjo, unë nuk jam politikan, unë i shikoj kështu zgjedhjet. A ju kujtohet atëherë Ramosh Haradina që ka pas thonë diçka për kravat, u pasu lëvizave të vendosje, 1000 kravata i ka pas morë, i ka pasu atje. Do thotë, lëvizave të vendosje e ka një shkallësi jashtëzakonshme të politike, të kampanjës politike, të cilat fatkeqësisht partitë opozitare nuk i kanë. Nuk morën njerëz të duhur mi i do të thotë këshillu se si bëhet një kampanjë politike apo çka unë nuk e di. Mi po unë ta kisha garantuar që t'i shkon dikush i partive opozitare në pushtet, edhe ta kishtë thonë këtë deklarat, për të kallëzoj që kja i shkonën e vetmja gjë që ishtë bisedu në 2 javë të ardhshme. Mirë, ti shfrytëzoj minutat edhe për temat të tjera, zëri Zeqiri. Në klik Bedri Hamza i PDK-s tha se partia që e udhëheq pas 8 qershorit do ta udhëheq qeverinë, njëkohësisht kërkoi fushat me projekte ide, e jo me fyerje. Si të pyes, a janë të bindur PDK-ja që i fitojnë zgjedhjet vërtet? Po, çka të tham, zoti Hamza është njeri jashtëzakonisht profesionist, të gjithë e thojnë këta, e tham edhe une, është njeri profesionist, është njeri i mirë, është njeri që ka bagazh të punës së palodhshme në jetën publike, e cila ka qenë transparente dhe nuk është e njollosur me do të thotë skandale apo me veprime të këqija. Ekuivalenti i zotit Hamza është zoti Abdullah Hoti në Lidhjen Demokratike, që gjithashtu është njeri mirë, është njeri profesionist, është njeri në shërbim të publikut që një kohë të gjatë. Mi po ne duhet të jemi qartë që as zoti Hamza, as zoti Hoti, as plot të tjerë nuk janë politikan. Do thotë për më qenë politikan, për më udhëheq një parti politike, duhet jesh ma tepër se sa njeri mirë dhe profesionist. Do thotë duhesh ta kuptosh gjuhën politike, narracionin politik, duhet ta kuptosh se si zhvillohet opinioni publik, duhet kesh edhe plot njohuri tjera dhe t'jesh i gatshëm me u kyç në ndërtimin e narracioneve të cilat kanë herë në shikim të parë nuk është edhe që janë shumë të moralshme ose të drejta. Mi po, une i uroj sukses zotit Hamza, fatbarësisht partia demokratike e ka një elektorat stabil, i ka dikun 190.000 deri në 200.000 vota që 10 vjetë, pa marrë parasysh se kush vjen parti këto vota i merë. Kështu që Abedin, mi po nuk besoj që zoti Hamza do të mund të ashtoj elektoratin e partijës demokratike fatkeqësisht. Edhe njëre, është profesionist i mirë, është njeri i mirë po aja mënyra se si zhvillohet politika, posaçërisht kundrejt zotit Kurti, i cili është një mjeshtër
par excellence i diskursit politik edhe partijak edhe ndërtimit të opinionit publik kështu me radhë, është vështirë që t'i kundërvyhet një njeriu si tillë edhe unë e pres një rezultat pak a shumë të njëjtë të Partisë Demokratike që ka pas në 2 parë zgjedhjet e fundit. E qartë, po LDK-ja me Vjosa Osmanin, a janë duke i shtu radhët, numrat me këto bisedat që po i bëjnë me qytetarë anë mbanë Kosovës, duke ju dhënë fjalën e duke u përgjigj pyetjeve të tyre. A kanë ndikim në votë kjo qasje në fushat, në para fushat? Po e vetmja aja e panjohër elektoralisht në këto zgjedhje është zonja ish presidentja Vjosa Osmani. Dhe thotë, sepse ne i dim që më thonën i kanë shty këta kuajt opozita me lëvizjen vetëvendosje dhe Albin Kurtin që 2 herë, 3 herë. Dhe thotë, e vetmja e panjohër kësaj radhe është Vjosa Osmani. Se sa do të ketë aja ndikim, mbetet të shihet. Një është e sigurt që aja dhe deklarimet e saj përshkaktojnë bomba në rrjetet sociale dhe në opinionin publik. Do të thotë që aja është e njohur me narracionin politik dhe ngritjen dhe formimin e opinioneve publike. Do të thotë aja megjithatë deklaratat e saj po kanë efekt shumë fish më të madh se sa deklaratat e partive, liderëve tjerë opozitar. Do thotë mbetet të shihet ka qenë një kohë e shkurtë prej se aja e la pozitën e presidentës edhe u fut në lidhjen demokratike. Do thotë integrimi i saj në lidhjen demokratike është çalan ende. Mi po si lider të partive të opozitës me tregu drejtën unë e shoh vetëm Vjosa Osmanin edhe Përparim Ramën. Të tjerët edhe ndonjë do të thotë deputet opozitar, mi po si njerëz kyç opozitar momentalisht të cilët mujnë me kriju opinion publik dhe të cilët mujnë me arrit tek votuesi i pavarur dhe votuesi i partive tjera, është vetëm Përparim Rama edhe Vjosa Osmani. Mi por Përparimi nuk është të marrë pjesë në zgjedhje, e kemi vetëm Vjosën dhe mbetet të shihet ndikimi i saj. Qartë. Dhe për fund, do më thonë, pas njoftimit se Serbia po përzihet në zgjedhjet në Kosovë duke ushtruar trysni ndaj serbëve lokal, edhe prokuroria veproi praktikisht, tash do të ketë ndikim në këtë fushatë zgjedhore praktikisht edhe a do të shfrytëzohet për fushat nga subjektet politike kush do të qofshin këtë tentimin ose ndërhyrjen direkte të Serbisë në zgjedhjet e Kosovës? Po, ndëgjat, a di sa lehtë është me ndërhyrë në zgjedhjet e dikujt tash, nëpërmjet rrjeteve sociale edhe që tyne llogarive false ose llogarive të cilët pretendohet që janë të Kosovës, po kanë mbështetje krejtësisht tjetër. Është jashtëzakonisht lehtë. Kështu që mos çuditemi nëse themi se do thotë ka ndërhyrje nga jashtë. Do thotë është shumë lehtë tashti, nuk është që është ndonjë shkencë në vete kjo çështje. Vetëm e rrok atë algoritmin, e bën një account, e rrok algoritmin, edhe mandej algoritmi vetë do thotë shpërndan për segmente caktuar të mbështetësve të partive politike. Ne këto e kemi pa edhe me çështje fetare, do thotë e kemi pa edhe me shumë letësht, do thotë duhet normalisht duhet do thotë njësitë e inteligjencës dhe të policisë, hetuesisë duhet ta shikojnë dhe ta përcjellin këtë çështje. Do thotë dhe se unë jam shumë i bindur që gjithsesi se ka përzierje të Serbisë ose në këtë rast Serbisë, po edhe qendrave tjera që kanë për qëllim destabilizimin e Kosovës në këto fushata. Shumë lehtë, do thotë mos kujtojmë që është ndaj farë operacioni shumë kompleks, që apedin është mundet 2 njerëz
në një tavolinë edhe me shkaktue ku më di se shka nga për rrjetet sociale, që është. Qartë, do të shohim, do të vërejtojmë çfarë do të ndodhë dhe do të i trajtojmë në kuadër këtij emisioni ndër të tjera. Po për sot faleminderit shumë zoti Zeqiri, kënaqësi për mua që pata mundësi të komunikojmë në këtë emision. Lorek, faleminderit për ftesë. Kënaqësi shumë.